Përshëndetje të gjithëve dhe faleminderit që keni ardhur në vijim të turit të diskutimeve që ne kemi nisur për punët e Shqipërisë. Sot jemi këtu së bashku me sipërmarrës të agroturizmit të zonave rurale të Tiranës, biznese të ndryshme të cilët ofrojnë shërbime në këto zona, edhe gjithashtu edhe operatorë të ndryshëm të turizmit. Kemi interes që jo vetëm të diskutojmë së bashku për punët që po bëhen për Tiranën, për Shqipërinë, por gjithashtu për të diskutuar hapur për atë çfarë mund bëj biznesi më shumë në kuadër të programeve të reja që qeveria shqiptare është duke ndërmarrë, që lidhen pikërisht me paketën e maleve apo me programin më të ri, i cili do të lançohet së shpejti në detaje, dyfishon ndërmarrjen tënde. Sigurisht që Tirana, përveç faktit që për turizmin urban është një qytet apo kryeqyteti që pret numrin më të madh të turistave, ne në Tiranë mikpresim rreth 1 milion turist në muaj dhe patjetër që janë jo vetëm vizitor të pikave atraksionit të Tiranës urbane, por gjithashtu edhe të Tiranës rurale. Dhe sigurisht që ajo që jemi duke bërë edhe përmes valorizimit të siteve turistike, arkeologjike, por mbi gjitha edhe të mbështetjes dhe shërbimeve që ofrohen vetë në këto zona, do të rrisi akoma më shumë vlerën për sa i përket ekonomisë së Tiranës dhe gjithashtu dhe ekonomive familjare. Ajo që dua të theksoj për sa i përket edhe këtij formatit takimi dhe ku dua që t'ju falenderoj të gjithëve për prezencën këtu, ju jeni një pjesë e mirë, po sigurisht jo të gjithë ata të cilët për arsye vendi nuk i kemi këtu së bashku, jeni sipërmarrës të suksesshëm, jeni sipërmarrës të cilët ndër vite dhe në këto vite keni rritur biznesin tuaj, qoftë për sa i përket agrobiznesit, qoftë për sa i përket fermës, apo qoftë për sa i përket biznesit në lidhje me gastronomin, po edhe shërbimeve të akomodimit. Jeni gjithashtu edhe sipërmarrës të suksesshëm për aktivitetet rekreative, ato sportive, apo edhe argëtuese. Të gjitha këto që lidhen jo vetëm me Tiranën si qyteti i cili zhvillohet edhe ofron shërbime për qytetarët e saj, por patjetër edhe për vizitorët, për turistët, duke e bërë Tiranën burimin më të madh të punësimit apo të punësuarve lidhur me shërbimet e turizmit dhe përtej. Ajo që dua të them në funksion të gjithë bashkëpunimit që ne kemi së bashku dhe patjetër që këtu jemi edhe me drejtuesit politik të zonave të Tiranës rurale, me Xhemalin, me Tonin, kemi prezencën e ministrave, të ministrit turizmit, ministrit pushtetit vendor, dhe kemi kënaqësinë që të kemi mes nesh sot dhe kryeministrin. Dua që të theksoj faktin se bashkëpunimi ynë ka qenë i vazhdueshëm, mbështetja patjetër nga programet qoftë qeverisë, por edhe të bashkisë që kanë filluar dhe vijojnë të rriten çdo ditë, janë të gjitha këto incentiva për të zhvilluar edhe më shumë, sepse potenciali i madh që gjithë Tirana rurale ka është një potencial që duhet shfrytzuar përmes programeve që ofron qeveria apo edhe bashkia, por mbi të gjitha ju të keni mundësi pra që të aplikoni dhe të ndiheni sa më rehat pra në raport me shërbimet që shteti ofron dhe t'i merrni këto shërbime apo edhe të aplikoni pas një pengesë duke ulur barrierat edhe në raport me komunikimin. Ndaj edhe këto takime që ne kemi nisur i vlejnë pra edhe diskutimeve se si ne të mundemi që të bashkëpunojmë më shumë së bashku për ekonominë e Tiranës, se si neve mund të zhvillohemi edhe më shumë së bashku për të rritur investimet
në këto zona, se si ne mund të bashkëpunojmë për të ulur pikërisht pengesat burokratike dhe administrative, dhe se si ne mundet që të ecim më me ritëm për sa i përket përthithjes edhe të garancive që vetë qeveria po vendos, për sa i përket kredive të lehtësuara në raport me programet e reja, sikurse është ai dyfisho ndërmarrjen time, apo edhe paketa e maleve, ku më vjen shumë mirë të them se Bashkia e Tiranës ka shprehjen më të lartë të interesit pas Shkodrës, pas Bashkisë së Shkodrës, për sa i përket interesit të shprehur për paketën e maleve, dhe jam e bindur që do të kemi edhe një veprim pra të shpejt nga qeveria, pasi Bashkia e Tiranës të depozitoj pra hartën ku do të kemi edhe aplikimet pastaj formale, ato të parat, dhe më vjen mirë që edhe në pritet të këtij takimi ne kemi diskutuar pikërisht për këto aplikime apo interesa të shprehura tashmë nga ju. Vetëm për zonën e Dajtit janë rreth 100 shprehje interesi që kanë ardhur, në gjithë Tiranën janë rreth 600, e thash që është qyteti i dytë pra pas Shkodrës me këtë interes të rritur, duket që ka interes në raport edhe me kapitalin që ju doni të vendosni, edhe me faktin që ka pra mundësi tashmë që ne të zhvillohemi edhe për sa i përket investimeve që Bashkia, qeveria ka bërë dhe në infrastrukturë, pra mundësit janë shumëta dhe interesi patjetër është zgjuar, kështu që ajo që ne do të bëjmë është që do të vijojmë me ritëm të aplikojmë këto dy programe kaq të rëndësishme. Pa dashur zgjatem më shumë dhe duke u falenderuar edhe një herë, ja kaloj fjalën me një herë kryeministrit. Faleminderit. Spari njërë shumë faleminderit mikpritësit për këtë mjedis kaq të favorshëm për këtë takim. Së dyti faleminderit gjithë protagonistëve të agroturizmit, disa për tyre e njoh, edhe disa tjerë në base do e njoh sot. Por faleminderit që jeni lënë punët e tjera për të dëgjuar dhe për të komunikuar këtu në këtë takim, i cili synon të ndihmoj jo thjesht ju që jeni këtu, po të gjithë ata që janë të interesuar dhe që në base në ndjekin përmes ekranit për të informuar me mundësitë e reja që kemi dhe që janë ose do të vijen në dispozicion të gjithë atyre që duan të jenë protagonist në këtë fushë. Në radhë parë dua ta filloj aty ku e mbaroi Ogerta, tek programi i ri kombëtar që ne po përgatisim, i cili do të lançohet së shpejti. Besoj që në fund të muajit do të kemi marrëveshjen mes Bankës Shqipërisë, bankave të nivelit dytë dhe qeverisë, për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujtdo që ka një ndërmarrje, të vogël ose të mesme, dhe ka ambicien që ta rrisë ata. E kemi quajtur programin dyfishon ndërmarrjen tënde, por nuk do të thotë që duhet të jetë patjetër dy fish, mund të jetë dhe 50%, mund të jetë edhe 3 fish, varet nga projekti. Ky program do të mbështetet nga një linjë drejt për drejt kredi e Bankës Shqipërisë, e cila do të përpunohet nga bankat e nivelit dytë në bazë të aplikimeve, do të garantohet nga qeveria shqiptare me një garanci sovrane dhe nga ana tjetër do të ketë një interes të kredisë
më të ullët se sa kredit komerciale. Kjo kuptohet, plus që do të shket një limit deri në 2 milion euro. Nuk do të jetë e mundur të aksesohet nga kompanitë e mëdha, por do të aksesohet nga startupet, nga, siç thash, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, punishtet, dhe patjetër edhe nga agroturizmat, që do duhen të rriten. Tani natyrisht kur flasim për rritje të agroturizmit, unë nuk kam parasysh thjesht rritjen në numrit të dhomave ose të masës volumit të ndërtimit në territorin ku është agroturizmi. Rritja e agroturizmit është edhe zgjerim i kapacitetet veta produse dhe përpunuse jashtë kufive të vet. Pra, një agroturizëm mund të ketë një vresht diku, mund të ketë një ferm diku, mund të ketë një baxho diku, mund të ketë një punishte reçeli diku, jo domosdoshmërisht në atë territor, dhe nëse e ka një tillë apo nëse do që ta ketë një tillë, atëherë kjo është plotësisht e mjaftueshme për t'ju qasur programit. Besoj që programi vjen në kohën e dur. Unë kam pasur shumë komunikime edhe shumë të vlefshme me themelus të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që prodhojnë, se këtu flasim për prodhim. Flasim për prodhim, flasim për agroprodhim, flasim për eksport. Dhe natyrisht ju e dini më mirë se unë që turizmi hyn tek eksporti dhe agroturizmi hyn tek eksporti. Kështu që ky do të jetë destinacioni i këtij programi. Nga ana tjetër, sigurisht është paketa e maleve. Unë besoj që gjithë secili për jush dhe gjithë secila për jush, se këtu ka dhe disa gra që janë protagonistet këtij transformimi që i ka ndodhur industrisë tonë turistike përmes futjes agroturizmit. Gjithë secili mund të dojë që të ketë një rrjet agroturizmash. Jo thjesht një agroturizëm, po një rrjet agroturizëm. Dhe për këtë shërben edhe paketa e maleve. Kuptohet që paketa e maleve, ndryshe nga çfarë është keq trajtuar apo është deformuar në kanalet e informacionit, nuk është një paket për kompanitë të mëdha, nuk është një paket për investitorët e mëdhenj, nuk ka lidhje fare me këto kategori, dhe aq më pak është një paket për të dhënë territore, troje publike për zhvillime private. Nuk është fare ky qëllimi i paketës, nuk është fare ky objekti i paketës. Paketa e maleve ka lindur nga nevoja për t'i dhënë drejtim një problemi shumë të madh që e ka origjinën e vet shumë larg në kohë tani më, tek ligji 7501 dhe tek konflikti me këtë ligj i shumë familjeve në zonat caktuara të vendit, kryesisht në veri dhe verilinje, po edhe në zona tjera që nuk e kanë njohur 7501 si një instrument të vlefshëm për tokën e tyre, që nuk kanë marrë mbi 7501 asnjë lloj certifikate të përdorimit të tokës, dhe që e kanë rindar tokën me një herë pas ndryshimit të regjimit, mbi bazën e kufive të vjetër dhe nuk kanë probleme me njëri tjetrin. Pra,
problemi i trashëguar është që këta njerëz e kanë të pamundur të kenë akses në financa dhe kanë të pamundur që të ndërtojnë në mënyrë të ligjshme, sepse nuk kanë një titull pronësie. Ne bëm një përpjekje për të adresuar këtë problem me një ligj të ri që quhet 2020. Ligji për cilin u dhe shumë kohë, sepse kishte, ju e dini, besoj që po more një jurist ke marrë një mendje, po more dy ke marrë dy mendje, po more tretin, pastaj s'ke marrë asnjë mendje, se bëhen 3 mendje dhe s'merret vesh më njëri, po faktikisht ligji u dhe shumë kohë që të formulohej dhe nuk na e dha atë efekt që do duhet t'jepte, sepse prezumon dakordsinë e shkrim të gjithë të atyre rreth rrotull dhe për këtë arsye lindi paketa e male. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shumë shqiptarë që janë në migracion apo që janë në qytet kanë toka, kanë shtëpi të vjetra, të cilat duan t'i zhvillojnë, po s'kanë asnjë mundësi t'i zhvillojnë, sepse edhe sikur të kenë parat, nuk marrin dot leje, se s'kanë titullin e pronësisë. Me ligjin e ri që quhet paketa e maleve, kjo bëhet e mundur duke aplikuar drejt për drejt, duke shprehur interesin pranë bashkisë. E duke thënë, kjo tokë këtu është e imja. Bashkia e merr këtë shprehje interesi, afishon një listë për 45 ditë, ku dhe e bën publike që cili do që pretendon të kundërtën, dhe e përsëris, kjo bazohet shumë tek fakti që këtu ligji shërben atyre që janë në toka të parëve që s'kan konflikte. Dhe ka shumë të tilla, sidomos në zonat që ne i kemi studiuar edhe në cilët kemi bërë dhe shumë biseda intensive. Në 45 ditë duhet vi një kundërshti e argumentuar. Nëse s'vjen, lista kalon në Këshillin Bashkiak, Këshilli Bashkiak e miraton dhe personi e çon aplikimin në ky miratim vlen vetëm për këtë gjë. Vlen vetëm për të aplikuar për të marrë leje për një projekt. Nuk vlen për gjë tjetër fare, as nuk mund ta marrësh tokën ta shesësh, as nuk mund ta avesh me qira, as gjë fare. As merr titull pronësie, nuk merr titull pronësie. Akoma. Po shkon në instancën përkatëse, aplikon në projektin. Në thuk, ky është projekti që duhet të ndërtoj. Miratohet projekti dhe ti ndërton. Vetëm pasi ti ke përfunduar ndërtimin, jo përpara, ti merr titullin e pronësisë. Mbi atë ndërtim dhe mbi atë investim. Do ta mbarosh, nuk mund ta marrësh peng tokën, se praktikisht e ke kot, se peng e ke njëkohësisht, se e ke tokën, nuk e përdor dot, s'mund ta, nuk mund të gëzosh një titull pronësie pa e investuar atë tokë. Dhe ligji parashikon që në çdo rast kur në një kohë X shfaqet dikush tjetër me pretendimin që është pronari, shkon në gjyq, fiton me atë, nuk merresh ti, merret shteti. I takon shtetit pastaj që ta kompensoj personin i cili mund të shfaqet si pretendent i kësaj prone. Kjo është trajektoria që ndjek kjo paket, edhe është shumë pro biznes, është shumë e favorshme dhe është absolutisht e bazuar tek e drejta se kanë luftuar komunizmin, por ato mbetje toksike të komunizmit i kanë kokë. Edhe kush është armiku i popullit? Kulaku. Kulak nuk e themi dot, shpikim oligarkun. Fjala oligark
nuk ka lidhje fare me realitetin shqiptar. Në Shqipëri nuk ka oligark, që të jemi të qartë. Oligarku është dikush që vendos, nuk është dikush që bën biznes edhe përfiton. Dhe ky projekt, ky program është thjesht dhe vetëm për ata që duan të zhvillojnë tokën e tyre, duan të rindezin oxhakun në shtëpinë e gjyshërve të tyre, duan të ndërtojnë një ferm, duan të ndërtojnë një agrobiznes, duan të ndërtojnë një pikë agropërpunimi në fshat dhe do të kenë gjithë mbështetjen tonë. Këto të dyja besoj që janë të rëndësishme për pjesën tuaj, ndërkohë që për të gjithë pjesën tjetër unë do thosha që është shumë e rëndësishme të vetëdijsohet e gjithë industria e turizmit që ajo që duket sikur ka arritur në maj, vetëm sa ka filluar. Potenciali i Shqipërisë është i jashtëzakonshëm, është ende shumë i pashfrytzuar dhe mundësia që Shqipëria të nxjerrë shumë më tepër të ardhura nga turizmi shumë e madhe. Dhe kur them të nxjerrë shumë më tepër të ardhur nga turizmi, nuk kam parasysh që të vinë këtu 35 milion turistë, sepse nuk na duhen. Ne nuk na duhet të bëhemi një destinacion i mbi ngarkuar i turizmit të masës, që është një turizëm që sjell shumë njerëz, por që nuk janë konsumator të lartë. Janë konsumator të ulët, në kuptimin konsumojnë pak. Dhe ne duhet të synojmë ata që konsumojnë shumë. Dhe agroturizmat mund të bëhen si thosh transformuesit edhe në këtë drejtim, duke rritur cilësinë e shërbimit në radhë parë, duke mbajtur një ekuilibër me çmimet e dyta. Shumë kush në industrinë e turizmit sot në Shqipëri nuk e kupton, të paktën po të shohësh listën e çmimeve. Nuk është se unë po ju vën diskutim me inteligjencën, po të shikosh listën e çmimeve në shumë pika në Shqipëri, duke filluar nga Vlora që është fenomen në këtë rast, dhe shikon investimin, ti mendon që ky njeriu që ka bërë gjithë investimin nuk e kupton se çfarë i bën investimit vet me listën e çmimeve që të vë përpara. I ndërpret të ardhmen duke bërë lista, menura ose tabelën e çmimeve të dhomave me atë urin për të fituar sot edhe atë që do fitosh nesër, faktikisht ti bën varëmisin e investimit tënd. Është një tragjedi që i ka ndodhur jo pak vendeve, nga e cila duhet mësuar. Nëse ti investon në një restorant me kasht, edhe se ke problem shumën që ke investuar, ti mund ta bësh të lojë. Edhe fiton ç'ke për të fituar sot, edhe nesër dhe pas nesër, pastaj kur të vjen më njeri, e lë kashtën aty dhe ikën. Po nëse ti bën investime me miliona euro, me 10 miliona euro, për hotele, për agroturizma, ku diun, dhe je i vetëdijshëm që këto investime duan shumë para në fillim, dhe pastaj atë kthimin e kanë të ngadalë po të qëndrueshëm, atëherë ti duhet mendosh strategjikisht që
ta marrësh mbrapsht atë që ke investuar dhe të fitosh mbi atë që ke investuar hap pas hapi, pas hapi, pas hapi. Në momentin që njerëzit, turistët, vinë në një destinacion me furi se zbulojnë dhe pastaj fillojnë dhe largohen të pakënaqur nga raporti cilësi shërbimi, çmim dhe nga raporti ofertë kapaciteti i ofertës, se ata nuk vinë në Shqipëri sot për të në një vend që ku shpenzohet jashtëzakonisht shumë, ata vinë në Shqipëri se thonë ka akoma çmimet arsyeshme. Atëherë ato vende juve merreni me të punë, mund t'i kërkoni, mund t'i shikoni në botën e internetit, kthehen në larg qoftë Varreza. Nuk vjen më njeri. Edhe hotelet falimentojnë, investimet shkojnë për dreq. Dhe të rikuperosh atë goditje reputacioni që i bën vetes, duhen shumë vite dhe ka vende, ka pika që nuk është kthyer më gjëja, sepse dalin destinacione tjera, etj. Pra në këtë pikë duhet me qenë shumë kujdesshëm. Dhe duhet me qenë strategjik. Jo për popullin, se unë e di që kur zgjodhëm kapitalizmin, zgjodhëm një sistem ku kush do të fitojë edhe më shumë, por për veten, për interesin tuaj. Dhe fundit që do predikoj këtu është kultura e shërbimit. Është buzëqeshje, është krijimi tek tjetri asaj që ne të gjithë themi mikpritje shqiptare. Nëse klienti vjen dhe gjen një ekip që buzëqesh dhe që është i gatshëm ta dëgjojë me durime dhe me dashuri, të falë edhe të metat, po tash të shkosh të futesh në një hotel edhe të vënë përballë çmime që nuk përputhen me atë që ti merr. Këto kisha unë, natyrisht që nuk kemi ardhur këtu që t'ju mbajmë fjalime për televizor dhe t'ikim, kështu që ndjehuni të lirë të merrni fjalën, këtu janë edhe ministrat që mbulojnë përkatësisht turizmin në përgjithësi dhe paketën e maleve veçanti bashkë me të tjera gjëra që kanë bënë me pushtetin vendor. Dhe patjetër që dhe ata do të thonë fjalën e tyre. Kështu që kush e do mikrofonin mund të thjesht të ngrej dorën dhe ta kërkoj. Po jepja pak e prisja që i vetmi me kostume me kravat do marrë mikrofonin, kështu që unë për gjithë këto që nuk më njohin, unë jam Kujtim Dervishi, nënën time kam nga zona këtu, aja nga fshati këtu, edhe sigurisht që e njoh zonën, domethënë. Duke qenë se jam kryetari i shoqatës e restoranteve dhe bujtinave shqiptare prej 12 vitesh, zoti kryeministër, kemi një antarësi në gjithë Shqipërinë mbi 200 antarë. Kemi restorante, kemi bujtina, edhe prodhues vendor. Ne kemi një aktivitet të gjerë, kemi vajt në panajire brenda dhe jashtë vendit, kemi marrëveshje me Kosovën dhe me Shqipërinë, kemi bërë 2 marrëveshje të rëndësishme me Kosovën, i kemi ofruar Ministrisë Brendshme të Kosovës, neve si shoqati në për subjektet tona të ulim 20%, edhe Ministrisë Brendshme dhe Ministrisë Mbrojtjes kemi bërë marrëveshje me ministrat direkt, edhe në Kosovë, edhe këtu këthe. Neve kemi bërë një marrëveshje me Ministrinë e Mbrojtjes Kosovës, edhe me Ministrinë e Brendshme të Kosovës, Policinë e Kosovës dhe Ushtrinë e Kosovës, në subjektet tona ne do të ulim 20%. Edhe ato kanë pranuar sigurisht. Si kryetari i kësaj shoqate, dje kisha mbledh 20 biznese dhe ishim në Vil Bashtov për zonën e cila po pastrohet, zona e plazheve, Kavajës dhe Rrogozhinës, zoti kryeministër. Ndërkohë unë jam dhe kryetari i bordit të Shkollës Profesionale të Kamzës, e cila ka 1500 nxënës, edhe 400 prej tyre ka sektori turizmit. Edhe neve ndjekim ta implementojmë atë paketën dual, të cilën e kemi vënë zbatim në për restorantet tona, edhe sot kishim një takim të rëndësishëm me biznesin privat atje, edhe me Shkollën Profesionale të Kamzës, ku
të them drejtën, neve kemi futur gjithë të studentë në për subjektet tona dhe u bëj thirrje gjithë këtyre subjekteve mund t'i ofrojnë ato nxënës të atyre shkollave që janë kualitete për t'i futur në rrjetin e restoranteve dhe bujtinave shqiptare. I kam kërkuar kryetarës bashkisë në detyrë në një takim që patëm atë, që të bëjmë një festival kulinarie, se ne kemi bërë disa panajire si shoqat. Kemi mbledh nga gjithë Shqipëria për ta bërë në Tiranë, sepse Tirana është tashmë qendra e vizitorëve turistëve, për të na dhënë një shesh, thash të bëjmë një festival kulinarie me restorante, bujtina, edhe me prodhuesit vendor, vaj ulliri, vera e gjithë tjera që janë. Kisha edhe diçka, zoti kryeministër, unë kam ndërtuar objektin tim me leje ndërtimi vitin 95. Edhe u bëna 32 vite. Kam bërë një lejë rekonstruksioni në vitin 2002. Sigurisht që gjithë tjerët edhe neve kemi bërë një shtesë aty. Kam kërkuar para 15 vitesh legalizimin. Erdhën, ma bën legalizimin, ma dhanë dokumentin dorë. Mas një muaj e ca, më thirrën, thanë anallohet legalizimi. Nuk kem qenë ta kuptoj. Vjen mirë nëse kam shpjeguar si duhet paketën e maleve, sepse do duhet ta shpjegojmë shumë shpesh, sepse ka shumë helm që hidhet çdo ditë këtu. Siç besoj mund ta keni parë, mund mos ta keni parë, rezistencën që u bë për një ndryshim krejt të thjesht për portet në parlament. Aq sa u vu alarmi edhe në Bashkimin Evropian, unë u çua nga këtu atje, se në këtë pikë, domethënë, jemi i pari dhe unë jam i bindur i fundit vend kandidat në historinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian që eksportojmë baltë dhe helm nga kryeqyteti ynë drejt kryeqyteteve të tjera. Dhe u tha që qeveria po ndryshon ligjin se do t'i japi oligarkëve portet pa garë. Në fakt, ndryshimi është i domosdoshëm për të mos penguar dhe për të mos vonuar dhe marzvar investitorët të cilët investojnë në Bregdet, në pronat e tyre, dhe vinë me një projekt që ka dhe një pontil, apo një marinë të vogël, dhe përgjigja që marrin është mund ta marrësh lejen për këtë pjesën tjetër, për pontilin dhe për marinën duhet bërë tender. Sepse në ligjin ekzistus, normal, duke qenë se deti është nën administrimin total të shtetit, për portet turistike që ndërton që nxjerr në garë qeveria bëhet garë. Ndërsa ti thuash tjetrit që ti investohet gjithë këtë këtu, po për parkimin, se porti është një parkim janive, për parkimin do bëjmë një garë, i bie që të krijosh territore luftrash midis le një herë që ai që bën investimin do thotë po heq fare pontilin. Ne jemi një vend që kemi një deficiencë shumë të madhe me pikat e ankorimit në det, shumë të madhe. Qindra porte kanë të tjerët ankorimi, dhe këtu s'flitet për porte si Marina e Durrësit apo si Marina e Vlorës, që janë marina të mëdha turistike, të flitet edhe për portet vogla. Dhe vëmë diskutim këtë gjë. Pra, flitet për çdo gjë në mënyrë të mbrapsht, sepse nuk kanë dhe faj, u bën kaq shumë vite që s'kan lidhje fare me punë të shtetit. Ndërkohë, besoj që në rastin tuaj problemi i legalizimit ka qenë lidhur me statusin e parkut kombëtar. Edhe këtë probleme kemi në të gjitha parqet kombëtare që nuk bëhen legalizime. Ndërkohë që për sa i përket pjesës tjetër do duhet zhvillimet janë në varësi nga shumë gjëra tjera, sepse
paketa e maleve nuk hap rrugën e investimeve në parqet kombëtare, por lejon që edhe në territore që janë pjesë e zonave të mbrojtura mund të investohet për shfillime që nuk janë masive. Po ja kaloj fjalën Ervinit se di mirë këtë punë, kështu që Ervini mund të flasë më konkretisht. Faleminderit kryeministër. Në fakt kryeministri bëri një panoramë të përgjithshme të paketës male. Unë do shtoja 2-3 detaje që besoj që janë me vlerë edhe për pjesëmarrësit tu, duke marrë në konsiderat që me disa prej tyre diskutuam në fillim të takimit. Patjetër, një ndër ata të cilët mund të aplikojnë paketën e maleve janë rastet që kryeministri shpjegoi që toka të cilën ata disponojnë nuk është ndarë me 1751, por kam përdorur kufit historik të pronave të familjes që ata disponojnë territor, por në tjetrën kohë kemi edhe rastet kur individët të cilët gjatë dekadave të fundit kanë poseduar mund të kenë mund ta kenë përdorur për të mbjella, ullishte, vreshtari etj me radhë, dhe nëpërmjet paketës maleve tashmë ata mund të zhvillojnë edhe një sipërmarrje në këtë territor. Pikërisht bashkia këtu është dhe roli që bashkitë kanë fakt për sa i përket kësaj nisme që është shumë e rëndësishme për zhvillimin e territorit, duke filluar me fazën e aplikimeve ku bashkitë përcaktojnë zonat prioritare dhe tashmë ne kemi 36 bashki në vend që kanë miratuar zonat prioritare, ku në total janë 304 zona prioritare në 36 bashki dhe po ashtu ne kemi tashmë në proces javë pas jave ne miratojmë zonat prioritare të bashkive të tjera. Momenti që zona prioritare përcaktohet nga bashkia, zona prioritare e zhvillimit, harta do të bëhen publike, do të jenë në sistem online në e-Albania, një seksion i dedikuar posaçërisht për paketën e maleve, ku ju mund të evidentoni dhe vizualisht se ku prona juaj është dhe nëse është pjesë e një prej zonave prioritare të miratuar, të propozuara dhe më pas të miratuara nga bashkia. Në këtë moment ju më pas bëni aplikimin ku bashkia do ndjeki procedurat të cilat kanë të bëjnë me evidentimin të terren për sa i përket disponimit ose posedimit të kësaj prone apo gjithashtu dhe marrëdhënia që ka të bëjë me komunitetin tërësi. Dhe prandaj shpallja publike është e rëndësishme për të garantuar që në asnjë rast ne nuk duhet që nëpërmjet paketës maleve të kemi konflikte në komunitet midis banorëve apo dhe atyre të cilët duan të investojnë. Nëse flasim për Tiranën, se unë këtu shoh edhe sipërmarrës nga zonat ndryshme të Shqipërisë, por nëse flasim specifikisht për Tiranën, me të dhënat që ne kemi në shprehjen e interesit paraprak që ka për Bashkinë Tiranë, janë mbi 600 le të themi aplikime për shprehje interesi. Kuptohet që këto nuk janë aplikime në këtë fazë, pasi ne do të presim miratimin përfundimtar të zonave prioritare të zhvillimit të Bashkisë Tiranë, dhe pasi miratohen këto zona, secili prej atyre të cilët kanë shprehur interesin, por jo vetëm, dhe të gjithë ata sipërmarrës tjerë apo qoftë individ të cilët duan të zhvillojnë pronën që ata kanë poseduar apo deri diku dhe trashëguar nga të partë e tyre, nëpërmjet paketës maleve mund ta bëjnë këtë gjë. Dhe bashkia do të jetë pikërisht le të themi institucioni i cili do ndjeki këtë praktik. Kështu që ne jemi në fazën që besoj shumë shpejt me Bashkinë e Tiranës ne duhet të miratojmë zonat prioritare. Besoj që Bashkia e Tiranës e ka pasur gjithkohon në dispozicion duke marrë në konsiderat që ka pas dhe influks më të madh të shprehjeve të interesit dhe për shkak të territorit të madh që mbulon. Kështu që ne tashmë do të kalojmë në fazën finale të miratimit të zonave prioritare, ku të gjithë ju pastaj të keni mundësinë për të vazhduar të zhvilloni qoftë atë sipërmarrje që tashmë ju e keni ndërtuar me mund dhe sakrificë, por mbi të gjitha patjetër dhe për gjithë ata të cilët e disponojnë një pronë të caktuar dhe duan të zhvillojnë funditës ekonominë lokale. Dhe prandaj paketa e maleve, kryeministri e nënvizoi faktin, është pikërisht për ata sipërmarrës të vegjël dhe të mesëm, të cilët janë territor, por fal pasionit të tyre, energjive të tyre, ata arrin të krijojnë modele zhvillimi, ku në tashmë kemi në çdo cep të Shqipërisë të cilët kanë kthyer historinë e zonave të caktuara në histori suksesi, ku fshatrat apo zona rurale, njerëzit cilët jetojnë to tashmë kanë një arsye pse të rinë këto zona
dhe aq më tepër modeli ekonomik fillon të zhvillohet si ato rrafët e ujit, të cilët vetvetiu krijojnë pasaj një sinergji më të gjerë se sa thjesht një zonë e caktuar. Tirana ka një diversitet jashtëzakonshëm të zonave rreth dhe përqark zonës urbane dhe patjetër numri i lartë i turistëve e bën vetvetiu pikërisht të paketet më të rëndësishme për Tiranën, sepse këta miliona turistë që vinë në Tiranë vetvetiu nuk duan të rinë patjetër vetëm në qendër, po duan të vizitojnë gjithë bukurinë natyrore që Tirana i ka. Dhe këtu është pasioni juaj, puna juaj dhe patjetër instrumentat e duhur qeverisë që ju ta bëni këtë realitet dhe çdo cep i Tiranës të jetë absolutisht një model zhvillimi ekonomik dhe për të krijuar ekonomi lokale në familje të shëndetshme të cilat krijojnë vetvetiu më pas ekonomi dhe aq më tepër e bëjnë edhe më atraktive atë çfarë ne kemi edhe më të mirë që është mikpritja jone e jashtëzakonshme. Kështu që nuk po e zgjas më shumë, do ketë pyetje besoj. Lutem. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Anisa, bashkë me familjen time kemi një fermë modeste prej 26 krerë lopësh tashmë, aplikuese për disa skema kombëtare 24 dhe 25. Gjej rastin që shpreh mirënjohjen time për mbështetjen sa i përket lehtësimit në procedurat e lejes së ndërtimit, aplikuese për garancinë sovrane dhe së fundmi aplikuese për paketën e maleve. Të gjitha këto po i përmend sepse të gjitha instrumentat tashmë janë instrumenta shumë të dobishëm të cilët fermerit i vinë në ndihmë. Unë akoma jam në pritje të finalizoj këto procedura, kam pas bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e drejtuesve kryesor të njësive, si nga ZHBR-ja, si nga AZT-ja, kam ngecur në procedurat e aplikimit për kredit but. Kemi vendosur kolateral një pronë që ka vlerë shumë herë më të madhe se sa vlera që ne kemi kërkuar, dhe bankat e nivelit të dytë nuk e di për çfarë arsye akoma hezitojnë përballë kërkesës së fermerit dhe dyshojnë sigurinë që ky fermer mund të ketë për të përmbushur detyrimet e tij. Nuk i gjej vend as moment si ankesë, por vërtet dua të vlerësoj të gjitha këto instrumenta të cilat të mirat apo të këqijat që fermeri mund të ketë gjatë rrugtimit të tij e ndihmojnë për ta përmirësuar dhe perfeksionuar biznesin e tij. Unë realisht ju falenderoj sërish sa i përket ju jam mirënjohëse për një procedurë paraprake sa i përket procedurave të lejeve të ndërtimit, se realisht ishin sfidë më vete, po dhe pjesa e kredisë së butë që nuk e di, ndoshta ka nevojë për çfarë tjetër nga ana jon si fermer, nuk di të them. Arsyeja pse ne e rimorëm atë që nisëm me instrumentin e parë, të cilit ju referoni, instrumentit të krijuar në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, është pikërisht sepse konstatuan disa probleme që njeriu i shef kur fillon implementimi i një projekti. Dhe tek e reja do t'i adresojmë këto probleme. Por, thënë kjo, dihet botërisht që bankat kanë një rezervë më të madhe ndaj bujqësisë, ndaj të gjithë sektorëve tjerë, sepse e konsiderojnë një territor, një sektor me risk lartë. Unë nuk e gjej tamam ku është risku i lartë në rastin tuaj, por ky është një paragjykim që bankat kanë, edhe si rezultati faktit që bujqësia ka atë vështirësinë e vet madhe dhe ka vulnerabilitetin e vet që lidhet me faktor jashtë kontrollit njeriut, që janë faktorë natyror etj. Dhe që në moment caktuar mund të çojnë në situata shumë të vështira. Por për të pasur më shumë kontroll mbi këtë proces, ne po krijojmë edhe Bankën Shqiptare të Zhvillimit. Banka Shqiptare e Zhvillimit tani më po ndërton stafin e vet, ka marrë edhe zyrat dhe së shpejti do të jetë operacionale dhe do të na japi mundësinë që të mbështesim
pra përmes kësaj banke të mbështesim shumë iniciativa, sepse Banka Shqiptare e Zhvillimit ka si karakteristik, si gjitha bankët e zhvillimit, edhe atë pjesën e vetë misionit që mbështet edhe iniciativa që nuk janë shumë të rriste për bankat komerciale. Po. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam banori kësaj zone. Biznesmen, kam 32 vjetë që merrem me biznes, në fushën e infrastrukturës, kam punu me përgurime publike, zakonisht. Para 15 vitesh, i madh, se sot nuk jeton më, i lindi dëshira që me investu në katunin tim. Dhe kam bo sa investime deri tani, mi fjalë në këtë zonë, rrugën, kam çu energjinë vetë, kam hap puse e kështu, kam ble një pjesë mirë të tokave për rreth, përveç tokave që kemi pas të trashëgume. Kam edhe një kontratë me Bashkinë e Tiranës për 26 hektarë. Kam bërë një aplikim ke paketa maleve. Përveç kësajt, kam investuar edhe në blegtori, kam edhe një fermeri edhe në bujqësi. Por ne deri tani kemi hasë në vështirësi sepse unë kam ble një pjesë që kam bërë marrëveshje një pjesë mirë të tokave, janë rreth 20 hektarë që unë kam bërë marrëveshje, një pjesë e mirë e këtyre s'kam marrë certifikatot. Dhe unë po jap qera derisa të marrin certifikatot. Kjo ishte mi fjalë problemi pak a shumë sepse këtu kanë hasë ke pjesa e saj ka marrë tokë me 7500 €, po nuk ka atë më të pëm, po nuk ka marrë certifikatën. Ky është një tjetër element që paketa e maleve e adreson, besoj, si duhet, kështu që në momentin që do shpresoj që Bashkia e Tiranës të nxjerrë se është e fundit që ka mbetur pa nxjerrë zonat, sepse ndahen disa zona. Dhe pastaj procesi do ta lehtësoj edhe këtë pjesën e certifikatave. Dhe tjetra që unë po investoj aty dhe i gjithë interesi është që unë t'jem edhe në shërbim të këtyre zonës për rreth, që këto njerëz, përveç se jo përmend edhe më para, për shembull, unë aty do bëj një pjesë investimi ke këto toka, që do me kërkesë, ke paketa maleve, se unë kam bërë kërkesën ke paketa maleve, por duhet të bëj edhe kontrata me banorët që janë për rreth, që dikush ka, sepse kjo zonë këtej më shumë është ke pjesa e blegtorisë, sepse nuk janë toka që janë shumë prodhuese. Unë sot kam një pjesë të mirë blegtorisë që po zhvilloj, por është e pamjaftueshme sepse ne sot lëndën e parë Johnson apo këto po i blejmë në zonën e Lushjes apo drithrat e këto. Po duke ndihmuar gjithë zonën, kam një ide që me bëj edhe një merkat që për gjithë zonën që njerëzit për shembull edhe qumshin, që këto të nxisin. Dakor, idet janë, Walt Disney thoshte dallimi midis ëndrrës edhe realitetit është projekti. Dhe unë deri tani e ke ëndra, kur bësh projektin ta sjellësh, aty futemi në realitet. I kam projektet, sepse në rregull. 32 vite punë po investoj në katunin tim. Vazhdo, sa po të bëhet ajo dalja e zonimit nga Bashkia e Tiranës, do hapet portali edhe i Tiranës, juve do bëni aplikimin, do shihet projekti, do shihet dhe do bëhet ajo pjesa e thirrjes publikimit listës për të parë nëse dikush ka pretendime ke toka etj dhe pastaj nëse s'dalin pretendent, do është punën. Do bësh investimin, do marrësh titullin pronësisë dhe do ta gëzosh edhe do t'i bësh duva babës se ka qenë burimendshëm çat them unë tjetër. Po ja kaloj fjalën ministrit. Do doja të përmendja këtu një model që më ka bërë shumë përshtypje, por që na frymëzon, që është ai i Mërizit Zanave, që e njohim gjithë besoj,
i cili tani përveç asaj që bën në fisht, pra gjithë produkteve, fermës, mbi 140 familje që janë atje të punësuara dhe të angazhuar për të prodhuar e për të punuar me ta, hap një pikë tjetër shitje dhe një shtëpi të vjetër e restauron dhe e kthen në një pikë interesi për qytetin në Tiranë, ku radha është nga pas 15 kaçi deri ke treni për të ngrënë produktet e asaj që e quajmë buke gjath dhe jo vetëm kaq, por ka dhe një dyqan që shet produkte që prodhohen pra në fermën e tij në Lezhë, në Fisht. Po ashtu dhe kazerma e Cerenit që e shoh të përballë që e kemi këtu të Zotin, është një tjetër shembull që vërtet është një brand shqiptar, sepse ne punojmë shumë për brandet ndërkombëtare, por brandet shqiptare, nëse ne i sjellim nga periferia, hapim diçka në qendër dhe pastaj nga qendra bëhemi dy, një tek stadiumi, një tek Kalaja dhe pastaj Palas. Pra, sot Kazerma Cerenit është në 4 pika dhe është një brand shqiptar krahas atyre brandeve ndërkombëtare që ne natyrisht duam, sepse dhe ato e bëjnë shumë interesante ofertën tonë kudo në kryeqytet edhe në periferitë e tij, zona rurale, po edhe në Bregdet. Pra do doja të thoja që ka shumë shembuj sot që duhet ta shohim pjesën e asaj që ju bëni me tokën, prodhimin ku diku, po themi, thon nga farm to fork, nga ferma në Tryeza apo Pirun, po themi, produktet që ju prodhoni dhe ato që ju nxirrni nga këto agroturizma, për cilat duhet të them që po bëjmë çështje mund të Ministrinë e Bujqësisë që ta lehtësojmë procedurën. Këtu kam edhe disa prej përfaqësuesve të shoqatave të tyre, që më duket se për herë të parë shteti është pak më i shpejt se sa mendimi që duhet na vi, sepse po presim dhe mendimin final tuaj për atë që do jetë VKM-ja jo në ardhshme, që të jetë edhe më e thjeshtë, që të mos pengojmë fare me kriteret dhe standardet ndonjëherë të ngurta për numrin e dhomave, numrin e tavolinave e tjera, apo ku diu numrin e karikeve, por që çdo eksperiencë, çdo ferm, çdo mundësi për të parë nga afër diçka që lind nga toka dhe që është rezultati punës pranë këtyre agroturizmave, qoftë edhe një, ku diun, ferm kërmish, po themi. Nuk është e thënë që të ketë se s'bën vetëm blegtori, por duhet të ketë gjithçka të mundshme që për bën një eksperiencë për atë që do vi nga Tirana apo ku diun nga jashtë për të parë një eksperiencë në fshat. Pra të bëjmë çështje mundu që licencimi të jetë shumë i thjeshtë, shumë i shpejtë dhe shumë i thjeshtuar në aspektin procedurial dhe edhe ato janë shumë të rëndësishme për gjithë atë që është ai që ne e quajmë një lloj rjeti, një lloj elektrifikimi i një liste të gjatë, një menuje të madhe, një itineraresh sa më të pasura me pika interesi për të dalë në territor, për të vizituar, për të parë, sepse ka shumë interes nga ata që vinë, po është edhe shumë interesante edhe për vetë ata që janë turistët shqiptar, turistët e kryeqytetit, familjet e kryeqytetit, cilët në fundjava apo në ditë të ndryshme të javës mund të kalojnë bazditet apo mund të kalojnë, po themi, ditë të pushimit, ditë e festave pranë atyre aktiviteteve tuaja dhe ku kulinaria lokale, pra ku ajo që është prodhimi vendas ka shumë rëndësi për ekonominë dhe ku duhet theksoj, nuk e di nëse kjo që them është krejt kështu, po më del nga të dhënat që ne kemi studiuar që shumë produkte, shumica e produkteve dhe në produkteve që ne konsumojmë edhe në këto agroturizma shpesh janë nga jo nga toka jonë, janë nga jashtë. Flas tu edhe për pije, flas edhe për një pjesë të produkteve që shiten. Dhe ne do të bëjmë çështje mundur dhe këtu do të bëjmë shumë shpejt një tjetër dispozit që të bëjmë një lehtësim, një incentivim, një motivim të shitjes produkteve bio vendase në mënyrë që në këto agroturizma që ne licencojmë të kemi një shitje sa më të madhe, në përqindje sa më të lartë të prodhimeve vendase. Thjesht në hyra për të thënë diçka të shkurtër, nuk e di, me pyetje përgjigje ndoshta më shumë nëse keni diçka dhe ju që interesoni pranë strukturave tona të turizmit. Këtu nuk kemi të bëjmë me detin ose me, po themi, me destinacionet që janë afër plazheve, po me destinacionet që janë ato malore dhe rurale, po të keni diçka, jemi këtu për ju. Mirënjohje e madhe për këtë lloj bisedash edhe që bën dhe që krijon me këtë lloj qasje me komunitetin e biznesit. Një falënderim i jashtëzakonshëm për atë parkun e besimit që ishte komplet ideja juaj dhe ajo që do ndodhi pas me bumin turistik do jetë jashtëzakonshme. Tani të them dy gjëra unë nga këto. E para për punëtorin është diçka që
është problem, por dy gjëra kam këtu. Një që duhet të jeni shumë të vetëdijshëm që pjesa më rëndësishme, më themelore, më jetike e gjithë fatit të objektiveve tuaj janë burimjet njerëzore. Është kapitali njerëzor. Aty mos kurseni. Më mirë një suva më pak se sa ajo që fiton nga duke mos i dhënë atij ose asaj atë pagën që ta bëj të ndihet i rëndësishëm ose e rëndësishme. Dhe tjetra është që ne kemi bërë një lehtësim shumë të madh në ditët e fundit, në javët e fundit për të marrë punëtorët nga jashtë. Duhet ta shikoni atë, e kemi lehtësuar komplet, e kemi bërë domethënë që për 5 ditë juve merrni punëtorët, i merrni vetëm me vetë deklarim, nuk kam nga ato jo hajde këtu, jo hajde aty. I merrni me vetë deklarim edhe pastaj ata vinë, marrin lejen e punës dhe pastaj bëhen ato gjërat e thjeshta për dokumentacionin e tjerë. Dhe këtu do shtoja edhe diçka, sepse e bëjnë shumë në vendet e gjirit ku në kohën ku ka shumë punëtori të kualifikuar, ka dhe shumë shqiptarë që punojnë atje, që në kohën e verës kur ne kemi bumin e turizmit, ata nuk kanë njerëj atje. Kështu që shikoni dhe mundësinë që të bëni marrëveshje dhe kështu ndani dhe kostot me një restorant atje, një klub atje, nuk flas për hotelet e mëdha, flas për këto të voglat që kanë kamarier, kanë kuzhinier, edhe që praktikisht ata i paguajnë dhe ata rinë kot se në kohën e verës atje është shkon njeri, është temperatura shumë e lartë. Kjo është njëra që desha ta them. E dyta është që është e vërtet ne do ta fillojmë hap pas hapi ta realizojmë atë parkun e besimit. Ai do jetë patjetër do jetë një magnet i madh për këtë zonën e Petreles, nuk diskutohet, po edhe për Tiranën në përgjithësi. Do jetë një magnet shumë i fortë, do kërkoj kohën e vet, se është shumë i lidhur me bimësinë, me pemët, me gjitha që duan dhe kohën e vet që të rritet. Por jam dakord që do jetë shumë tërheqës, ndërkohë që të jeni të sigurt, ne kemi parë shifrat e Marsit. Marsi, krahasim me Marsin e kaluar, është shumë fort. Edhe keni parasysh që ajo që ndodh për fat keq, me thënë drejtën, se ato janë gjitha vende me cilat ne kemi marrëdhënie shumë të afërta, po ajo që ka ndodhur në vendet e gjirit, që ka ndodhur me Turqinë, po ashtu, që ka ndodhur me Kiprin, të gjitha ato vende do kenë rënje dhe ne duhet ta marrim një pjesë sa do të vogël të asaj që bie andej dhe do vi këtu. Por po i kthejmë asaj që thash në fillim, të gjithë ata që kanë investuar në industrinë e turizmit apo përfshirë në agroturizma kanë bërë një investim që është një investim që kërkon shumë, e dini mirë ju këtë gjë, kërkon shumë para në fillim dhe kthehet ngadalë, nuk kthehet shpejt. Por duhet jeni shumë strategjik, nuk duhet ju gënjej kjo masa e madhe që vjen për të zgjatur dorën më shumë se sa duhet për t'i marrë me çmimin e egzageruar ato që normalisht duhet merren hap pas hapi, sepse kjo do garantojë që të rritet reputacioni edhe që të krijohet stabilitet.
është e domosdoshme. Është e domosdoshme. Ndërkohë ajo që tha Blendi për mrizin, është ajo gjë që po përpiqem edhe unë thosha në fillim që juve keni krijuar mjaftueshëm eksperiencë që të shikoni dhe të diversifikoheni në vende të tjera dhe për këtë do besoj do ju ndihmoj shumë edhe programi i dyfishimit të ndërmarrjes. Tani ka ndonjë tjetër që do të thotë ndonjë gjë? I zoti shtëpisë, po i zoti shtëpisë e mbyll, kështu që merre. Para ty falenderoj. Pa që kam në mbarë që na keni ardhur. Unë kam rreth 15 vjet, po që kam kombinuar të që tha zoti kryeministër, domethënë Tiranën me Vilbështovën. Siç tha dhe zotnia. Kam blet toka që i mbjell me jonç, me ulli, kam 10.000 rrënjë ulli atje. Edhe domethënë është ajo që lëndë e para do t'i bëjmë atje ku janë. Po, edhe pranë detit, ajo është zotësia jonë. Nuk e kërkojmë. Na krijojnë lehtësi, po. Unë kam 34 vjet, si mjet që punoj me Kinën. Edhe kam marrë Kina ku hyn tu tash se na shkatrohet. E zot. Po Kina ku hyn tash? Ku hyn Kina? Ha. Kina hyn ke farishtet, që unë bi nga Kina. Po mi maj 12 lloj domatet verdha, domatinat verdha që kam shumë shok këtu. Nuk i dua ato. Unë i du se mjalt. Ti i sill ka të verdhat, nuk i du fare. Mirë. Ato si duhet. Mirë, unë do të bëj që të mi duash apo shavash. Një kumpull që bën si domate edhe kur e shijon duket si pjepër. Pa çfarë kot? Domate është e kuqe më valla. Merr çaj, ha. Jo e vetë, jo e vogël, jo. Kemë edhe vinalie. Po nuk punojmë ne këne. Ti e pasësia, po e ke mjell këtu edhe apo e ke? Gjithë e ke, gjithë e ke. Do më na ke fut këtu në tokat të vogël. Po. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. E qave myllin. Po. Shumë faleminderit.